Një koment shkurt për rezultatin? E kriva. Respektojmë rezultatin e kuvendit, s'kam asnjë koment. A jeni më në kryetare? Jo, nuk jam, kam ndonë ndërheqje. Faleminderit. Edhe në të ka arritur gjithmonë vjetoje të lijet. Po të pastarua drejtimin që na duhet për para pastaj. Çfarë vendimi që merr? Unë do ta respektoj me secili. Zdrova, a jeni kënaqur me rezultatin? Po, jemi të kënaqur edhe është një konvent që prodhon besoj një unitet edhe më të madh të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe tash është rrolla që të punojmë për me përmirësuar jetën e qytetarëve të Kosovës, të angazhohemi që sa më shpejt të krijojnë institucionet e Republikës Kosovës. Kjo sot është një fitore e demokracisë, është një fitore e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës e tregojnë një kulturë jashtëzakonisht demokratike, duke u futur në kuti përmes votës së fshehtë, domethënë është kryetari i parë i cili gjatë brenda 5 viteve po futet 2 herë brenda procesit të fshehtë, është një rikonfirmim i besimit që ja dhanë delegatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që po mendoj që është një lajm shumë i mirë për demokracinë e brendshme dhe për Lidhjen Demokratike. Rezultati goxha i ngushtë, 164, 136, 55-45%. A mund të ketë alanëm për ndarje, duke marrë parasysh një pjesë e krerëve të lartë LDK-s janë të pakënaqur zoti Oti Sonja Vera? Jo, as pak të gjithë të pranishme, duke përfshirë edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumer Abdigjiku, në deklarimin e tyre u deklaruan se do ta respektojnë çfarëdo lloj vendimi që merr kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që nuk ka asnjë hapësirë, asnjë arsye për me u nda Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës sa du bashkuar. Një koment për rezultatin. Çfarë do të thotë kjo për LDK? Po promovimi të demokracisë brendshme të partisë edhe një shansë e re. Është ngushtë pak rezultati, është ndarje e re e LDK-s? Jo, s'besoj që ndarja është promovimi i demokracisë edhe dhënies shansës re për kryetarin. Pra tash zgjedhja nuk do të ketë edhe 2 vjet. Po besojmë që ashtu ose ka mundësi me u bë zgjedhje kështu parciale. Rezultati i keq, sa dok domethënë 164 me 136. 136. Ngushta. Po mirë, ani çka ka lidhje, ç'kjo është demokracia, ç'kjo është LDK-ja. Dhe asnjë parti jo në Kosovë, po dhe për tej nuk ka demokraci më të madhe se Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani për momentin kemi kryetarin aktual dhe do të vazhdojmë deri në zgjedhjet e rregullta, pas 2 vjetë që janë zgjedhjet e rregullta të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është një shembull. Kjo është një demokraci që është brenda LDK-s. Nuk është ndarje, mos e plasoni si ndarje, ju kisha lutur gjithë. Rezultati i ngushtë, pra. Gati 50%. Na jemi njerëz të një shtëpisë dhe kemi mendime për edhe kundër dhe po kur qëllimin e kemi të përbashkët, e kemi LDK-n të përbashkët. LDK është shtëpi e përbashkët dhe nuk ka ndarje, por prej sotit ka bashkimin e më të madh të Lidhjes Demokratike të Kosovës.